Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Miqtë të mi, sot është data 28, muaj është 4 viti 2026, pra është e hënë. Dhe nuk ka ndonjë ndryshim në politikë bërjen maqinase, qoftë pozit, qoftë opozit, qoftë të VMRO-ja, qoftë të LSDM-ja si opozit e bllokut maqinash, qoftë të Vleni, qoftë të BDI-ja. Por ka përplasje mes tyre se kush kujt ja ka ngulitur gjatë tyre 4 viteve dhe apo 3 viteve të fundit dhe kush kujt i shet mend. Vetëm një gjë dihet, ata që do e paguajnë janë qytetarët. Unë ndalem pak te zëvendës kryeministri dhe ministri për transport Nikolovski. Garhat e vëmërë dhe përmnes. Nuk kam asgjë kundër. Mirë po, të anashkollosh një popullat rreth 30%. Kjo veç ka primesa segregacioni. Por, kur ai thot diçka, del zëvendës kryeministri parë nga radhët e Vlenit, Bekim Sali, dhe tha, po jemi përpara shtetit shqiptar në atë që quhet Bashkimi Evropian. Dhe ju e di se së mbesoni, por unë juftoj që ta dëgjojmë. Jemi nga në atë grup, në grupin e shteteve që shtymë përpara, hecin përpara, Malizi është numër 1, ne me siguri do të jemi shteti i dytë, dhe 4 tjerë janë mbas nesh. Kemi pas parasysh gjitha problemet e mbrojtshme me të cilat ballafaqohet qeveria e Shqipërisë. Po pra, ky ishte Bekim Sali. Dhe, a dini Bekim Sali këtë e imitonte? A dini? Fillojmë njerë nga ai cili nuk është kryesori, por Mickovski ka lënë atij të gjitha në dorë. Pra, Aleksandr Aca Nikolovski, zëvendës kryeministër dhe ministri i transportit, i cili nuk jep para që nuk investon në popullatën shqiptare. Него промените следващите мисления да Кипри се убедила дека после войната во Украина има нова динамика, има друга геополитичка состојба и дека сакаат Европа да се заокружи како проект. И јас за жал сум во право, велам за жал затоа што јас и кога ги давав тие предвидувања не ги давав со цел да нешто лошо се случи, туку да предупредам навреме што ќе се случи, затоа што работа на политичарите е да носат одлуки врз основа на информациите кои што ги има, но исто така и да ја информираат јавноста за она што е реалноста и вистината и да на тој начин се прилагодува и јавност. И јас стојам позади секој збор што сум го кажал, за жал сум во право, велам за жал јас би сакал и ние и нашите соседи да напредуваме, но тоа не е така. Преговарање, отворија сите поглавја. Има голема разлика помеѓу преговарање и полноправен член на Европската унија. Најдобра потврда на ова што го говорам е дека пратија едно заедничко писмо премиерот на Албанија и председателот на Србија, во кое што се согласуваат и за било каква форма на соработка и дури и за тоа беа одбијани. Очигледно некој добро ги излажал и им рекол пуштете го ова, па ќе се заврши работата. Реалноста е таа, вистината е таа и од тоа бегање нема. Добро е што ние водиме достоинствена политика, не правиме понижување нити на себе, нити на сопствената нација и држава, да праќаме тој тип на писма или на тој начин да буквално коленичиме, туку достоинствено ја водиме политиката и ставот ни е јасен. Тоа што е до нас го правиме, еве сме во планот за раст, сме далеку пред земјите во регионот, ќе се види во новиот извештај кој што ќе излезе во јуни. Во дел на реформи, значи си го спроведуваме на што од нас се бара, другиот дел едноставно нема што да правиме. И јасно е, и мислам дека на мали деца ми јасно, дека овдека не е само Софија проблемот, но Софија е добар изговор за да не се реши проблемот. Pra, kjo ishte deklarata e Aleksandr Aca Nikolovskit me datën 09/04/2026, pra këtë muaj që po e lëm. Tha, unë nuk ndryshoj asgjë nga ajo që kam thënë 2024, Shqipëria nuk ka shansa të hyjë para Maqedonisë në BE. Dhe arsyetë e dëgjuat. Por Vajc është një eurodeputet gjerman. Diçka tjetër ka thënë. Diçka tjetër. Ua ka kthyer topin bumerang pra fytyrës Maqedonisë. Por
të dy këta, pra edhe Nikolovski, edhe Bekim Sali, kanë një urdhërdhënës tjetër, i cili tash mbahet hoç, prift ortodoks, prift katolik, e çka mos mbahet. Pra, shumë i ditshëm, i cili çdo gjë di, vetëm atë nuk e di se si u heqet një shtet në Republikën, cilën ai është kryeministër. Koji što se pred nas, naprimjer, ние сме много предавания, условно казано, дори во 8 области сме предавания, иако некои од еврокомесарите даваат такви изјави какви што дава, така што кога ќе се анализира состојбата на државите кој е спремен, кој не е спремен, објективната оценка е дека Црна Гора е прва, второто место сме ние и Србија, па потоа доаѓаат Албанија, Босна и Херцеговина, Косово и така натаму. Три земји во регионот зборувам сега. Не зборувам кои што се. Po pra, ky ishte kryeministri Mickoski, cili është kryeministër i Maqedonasëve dhe i një bloku të shqiptarëve që janë në afërsi të tij, pra. Dhe, hajde edhe një herë Bekim Sali mos ju mbetet hatri se nuk e tha. E tha. Jemi nga nadgrup në grupin e shteteve që shtyjnë përpara, ecin përpara, Malizi është numër 1, ne me siguri do të jemi shteti i dytë dhe 4 tjerë janë mbas nesh. Duke pas parasysh gjitha problemet e mbrëmshme në të cilat ballafaqohet qeveria e Shqipërisë. Këtu mungon vetëm ai i cili vërtet, unë nuk ngrihem në kamp, po ati kur të takoj do t'i ngrihem në kamp. A dini pse? Bilal Kasami, i cili, përveç që i ka mbushur xhepat, përveç që nuk ka asgjë të përbashkët me qytetin dhe qytetarin, përveç se atë që i thot vëmëroja e ka, jo si obligim, po e ka detyrë se në kundërdhën do të përfundojë te soba e tezës, kështu thonë këta që kanë qenë në biseda informative, e kështu me radhë. Pra, Bilal Kasami 5 pare nuk jep që 20% ja ka mundësuar sa më herët të rritë çmimin e përllokëve. Kjo është rekord deri tash në atë se si i rritë çmimet. Nëse EVN është ai i cili mbledh haracin edhe të shqiptarët, ka filluar tash edhe të maqedonasit, sepse paraja nuk njeh nacionalitete, 5% EVN-ja, këta 20%, për ku ka si Bilali. Dilni në për të tovë, çdo gjë që do të shikni se ndërtohet mbi 4 Bilali ka dorë. Dhe unë e kuptoj. Nëse mund të ka një hotel i lartë atje diku ndër treg pazar, të ketë aq kate, pse s'mund të ketë edhe ato banesat përballë ku ishte dikur monopoli dhe ata mos kenë. Si mundet? Ligji është i barabartë për të gjithë? Po, është i barabartë, ama vetëm për Bilali. Kujdo. Sa serioz është ai prej katit 5 e nalt. Prej katin e 4-5 thot mos e jepni lejet. Kam një dëshmi, ku një qytetar ankohet 4 vite Bilali thot atje në një udhkryq diku në Vardarska nuk i jep lejen e ndërtimit. 4 blloqe shtëpi është kam. Ke problemi ty, ideja atyre që e rrethekojnë. Pra gjithandej, por enigmë, por mbetet në vetë, askush nuk ka kusht i thot, ai është si pampuri. Tetova 60 km nga Shkupi, i duket se është një shtet tjetër, Nikolovski nuk dalet. Prilepi është nga Shkupi o Nikolovski 129 km dhe thot është në fokus të qeverisë. Atër shtrohet një çështje tjetër. Muzikë të diçka që ta zëm, Shkupin do ndahet apo diçka që investojnë në Prilep, në Veles dhe në Manastir e Ohër. Në basë e din diçka, sepse kështu i vije era në basë të investimeve. Asnjë investim kapital në Maqedoninë Perëndimore, asnjë. Edhe rrugët që më thoj se i bëri Bilali me mjetet e Tavit, lavdërohet, ai atje i bën me qeverisë në Prilep e kështu me radhë. Keni të telegram.mk, keni tetova 60 km nga Shkupi, sikur në shtet tjetër Nikolovski nuk ndalet.
Dhe nuk skuqet as pak nxjerr në web faqen zyrtare të qeverisë. Nuk skuqet. Por ky Bekim Sali vërtet është fenomen. Vërtet është një fenomen. Dhe dikur Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria trajtoheshin praktikisht si paketë nga Bashkimi Evropian, sidomos në fazën e hapjes së negociatave. Sot formalisht negociatat janë të ndara dhe ishte sot po këtyre ditëve ka qenë një deklaratë mjaft interesante e eurodeputatit gjerman Vajc dhe në mediave bullgare. Dhe ai pa një padi thot, sipas asaj që jam duke parë, Maqedonia nuk është afër. Nuk është afër. Dhe pse nuk është afër? Është problemi i Maqedonisë. Nuk ka bë, thot, reforma. Nuk ka bë reforma. Po s'ka bë, të çfarë do? Ne qytetarët duhet t'i bëjmë. Dhe atë që thot Mickovski se ne nga 10 kemi të zgjidhura probleme juridike të shtetit e demantoi Vajc. Zëvendës kryeministri dhe ministri i Çështjeve Evropiane Bekim Sali duke komentuar sot deklaratën e fundit të eurodeputatit Thomas Vajc në lidhje me ngecjen e vendit në reforma, tha se është e vërtetë që Maqedonia e Veriut nuk ka përmbushur të gjitha reformat të nevojshme për sigurimin e fondeve evropiane. Ai tha se në këtë fazë janë 10 pika të cilat janë kritike për arsye se janë në fazën e grace periudhës për të cikë. Dhe ja dëgjoni se çfarë thot për këto faza se s'ki kanë plotësuar 10. Mickovski. Пред нас, например, ние сме много предалбания, условно казано, дори во 8 области сме предалбания, иако некои од еврокомесарите даваат такви изјави какви. Po pra, tha, në 8, hajde, kjo është intervistë me 21.06, më falni, në TV 21.06.11.2025. Како што дава, така што кога ќе се анализира состојбата на државите кој е спремен, кој не е спремен, објективната оценка е дека Црна Гора е прва, второто место сме ние и Србија, па потоа доаѓаат Албанија, Босна и Херцеговина, Косово и така натаму, од земји во регионот зборувам. Po pra, ky është baba. Dini këto çfarë thanë për Orbanin? Orbani tha punë e kryma. Unë nuk, Nikolovski e kam dikun për tash shkoj live, Nikolovski tha, unë jam shumë i bindur dhe nuk kam gabuar asnjëherë. Ai për herë gabon, por shqyr njeriu që se pranon, se po ta pranoj edhe i falet. Të dëgjojmë pra atë që Bekim Sali mundohet të na shet me celofan në mbështjell. Kafa deri në fund të qershorit të përmbush në mënyrë që të mos humb fondet. Deri më tani nga 10 pikë, 6 pikë kemi veç më të përmbushura dhe në Pra si shkon 8, 6, 10 i kishin, kryeministri tha 8, ki thot 6. Në 4 pika funksionojnë dhe jemi duke u koordinuar me institucione për të plotësuar ato obligime që i kemi marrë përsipër dhe natyrisht jashtë këtyre hapave kemi edhe hapa tjera të cilët janë në fazën reale për të plotësuar. Ato nuk janë futur në grace periud, që do të thotë se edhe nëse nuk plotësohen deri në qershor, ata kanë afat deri në fund vitit të plotësojnë, duke mos humbur qasin tonë deri te fondet e Komisionit Evropian të cilët janë garantuara për çdo pikë në veçantë. Euroambasadori Mihalis Rokas tha se këto 10 hapa supozoi të përmbusheshin në qershor të vitit të kaluar, duke thënë se ky është sistemi sipas të cilit funksionon agjenda e reformave dhe nëse ajo përfundon dhe nuk përmbushet, parat humben. Po pra, ky është edhe nuk i zihet për të madhe sepse luan rolin e ndërmjetësuesit, zbut qëndrimet e shtetit, nuk ka asnjë ndikim pra ky greku që është në krye të BE-s këtu në Shkup. Asnjë ndikim nuk ka. Vetëm merr këndej lajmet, u jep atyre, merr rëndë dhe luan rolin e negociatorit. Pra, është tepër i but Mihalis Rokas, euroambasadori në Maqedoni. Pra, nuk ka ndonjë peshë, por vetëm bën punën e telallit. Pra, e dëgjuat qëndrimin e Vajcit, Bekim Sali 6 pika i kemi të përmbusha. Për 4 po koordinohemi. Dhe çfarë nuk ka. Pra dhe njerë,
Bilal Kasami lejoi partnerit privat të publik sa marrë herë të ngritjen e çmimit rekord 20%. Kjo, a dini çfarë nuk thonë qytetarët? Qytetarët nuk kanë drejt të flasin, sepse ata e kanë votuar dhe e patë se çfarë thatë përfaqësuesit e tyre në parlamentin e komunës, ashtu do e quajmë. Ka të qytetarët do të jenë të lumtur që në vend të paguajnë 30%, ne kena bën 20%. Çfarë triki dova çfarë. Dhe unë ndalem pak edhe te ministri i shëndetësisë Azir Aliu. Unë kam lexuar shumë çka. Por nuk e kam pritur që ai do thot një gjë të tillë sepse më merr mendja se ka një fakultet të teknologjisë që ndryshe duhet të flet, por ai e menderosi. Duke thënë se pas ka gjetur zgjidhje sa i përket korrupsionit në spitale, listën e pritje. Ala edhe më keq. Unë sa kam njëri, a besoj se edhe ju keni njëri, gjatë gjithë kësaj kohës, prej se ekziston njerëzimi, prej kur Ademi mështroi Havën me mollën, prej atëherit ekziston korrupsioni. Në ndërkohë, korrupsioni nuk është diçka që edhe mund të hiqet. Posaçërisht ku do hiqet në mjeksi, Allahu i koft, çfarë deklarata bombastike japi. Unë nuk isha thënë, Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, çfarë nuk ka premtuar? Punësime. Premtime futuriste në një realitet të kalbër. Po si mund të zhduket korrupsioni me lista pritje, o Ministri Sheshet? Tingëllon më shumë si një premtim teorik se sa një plan i zbatueshëm. Ideja se rregullimi i listave të pritjes do të zhduk mitën në shëndetësi, jo vetëm që nuk është futuriste, por bie ndesh me realitetin e përditshëm të qytetarëve që përjetojnë prej vitesh. Që nga fillimet e njerëzimit, korrupsioni ka qenë pjesë e shoqërisë, një fenomen i rrënjosur thellë në sistemet të dobta dhe mungesë llogaridhënie. Të pretendosh se ai do të zhduket vetëm me një riorganizim administrativ është me rastin më të mirë në evitet politik. E them unë, nuk ka lidhje me politikën, por ja që është tepër karrierist dhe u duhet njerëz. Dëshmit nga terreni flasin ndryshe. Qytetarët përballen me pritje të gjata shpesh muaj apo edhe më shumë për ndërhyrje jetike. Në shumë raste rruga e vetme për të përshpejtuar procedurat mbetet rishfeti ose ndërhyrje tronës lidhje personale. Nëse nuk ke para ose miq nuk ekziston në sistem, kjo është përmbajtje brutale e realitetit. Problemet nuk ndalen vetëm te korrupsioni. Sistemi shëndetësor përballet me mungesë të theksuar të personelit mjekësor, kapaciteteve të kufizuara dhe një presion në rritje sidomos në sektor të ndjeshëm si geriatria. Edhe vetë drejtues të institucioneve pranojnë se nuk ka zgjidhje të shpejtë për këto sfide. Gjë që bën deklaratën e ministrit edhe më të shkëputur nga realiteti. Reforma të thella strukturore e ministrit, rritje të kapacitetit dhe një luftë serioze kundër korrupsionit në çdo nivel. Lista e pritjes do të mbetet vetëm një tjetër premtim i bukur në letër. Qytetarët nuk kanë nevojë për slogane optimiste, por për rezultate konkrete, sepse në shëndetësi çdo vonesë kushton shëndet e ndonjëherë edhe jetë. Ma kujt i thush? Shko merrem me kompjutera. Dhe jeta nuk është kompjuterizëm. Si e sqaron të njëri një ditë, tha, kompjuteri ka ekranin, pra kokën, ka tastaturën gojën dhe kuptohet, ka trupin e njeriut. Okej, por nuk është mjekësi. Nuk është për unë që në veç nga fundi. Dhe njerë, BDI është ngritur në këmbë këtyre ditëve dhe do që të ketë reforma në ndryshimet kushtetuese. Dhe ka dalë sot, edhe mbrëme kemi komentuar se pak si vonë, ka dalë sot edhe Filipçe, nga i cili me siguri pret BDI që t'ja përkrahe. Ministri i Fondit Evropian për mbledhjen në shkrimin për ndryshimet kushtetuese është e parëndësishme për kryeministrin Zdenko Filipçe. Ai thotë se çelësi i zhbllokimit të rrugës evropiane është në dorë të shumicës parlamentare, e cila sipas tij po njëron vullnetin e mbi 7% të qytetarëve që kërkojnë integrim në BE. Lexova diku nga të tjerët që janë në parlament se me këtë BDI-ja po i bën shërbim VMRO-PS që të shtyjë edhe më tej garancat për BE-n, hyrjen e BE, për shkak se tash edhe shqiptarët po dashkan të ndryshojnë kushtetutën, në kundër bullgarëve kështu me radhë pra. Kretë kjo është një lojë. Unë kam thënë edhe një ditë dhe për përsëris. Njerëz mos u besoni prallave dhe ke pasur në rastin e Kumanovës. Edhe se çdo gjë mund të përsëritet.
Kur njerë ndodh, e dyta pse mos të ndodh? Okej, nuk është okej, por mbetemi me shpresë se ne në Tetov nuk do mund ta përballojmë, sepse veç ka paralajmërime për rritjen e çmimeve të ujit dhe uji do shitet, e kështu me radhë, kështu me radhë. Pra, Bilal Kastamit nuk i bëhet vonë që Tetova ngulfatet nga pluhuri dhe bërllokët, shumë rrugë janë të pasfaltuara, shumë ka krisje plesaritje të ujrave brenda ditës e kështu me radhë. Lagje të tëra ende, si u ka premtuar se do u legalizojë ende jenë pa legalizime, po se ishte e pjesa që është bje rabatin Babateq. Binimi, hajde bili, hajde bëre, u a ke premtuar. Dhe për fund, unë këtu e përshëndes, ishit në podcastin Mesut Shabani me Mesut Shabani. Dëgjojmë nesër mbrëmë.